Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Ritakohemi së bashku me ofertën e ditës për të zbuluar jo vetëm ofertat më të mira, por gjithashtu edhe destinacione që ju shumë i pëlqeni për të kaluar pushimet tuaja. E nëse flasim për pushime, sidomos all inclusive, pa diskutim që ka një destinacion që na vjen në mend të gjithëve dhe është pa diskutim Antalya. Si gjithmonë, unë kam kënaqësinë që të kem të ftuar në studio Isuliana nga Vastur, e cila jo vetëm na sjell ofertat më të mira, por gjithashtu edhe na shuan çdo pyetje që kemi në kokë dhe kuriozitet të mundshëm. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, kënaqësi si gjithmonë. Kënaqësi edhe për mua të kem në studio për të folur tani më për periudhën më të nxehtë, duhet thënë, të sezonit, që janë 2 muajt e nxehtë, jo vetëm për shkak të temperaturave, por besoj edhe të fluksit të gjithë atyre që vinë për të rezervuar pushimet e tyre, apo jo? E vërtet. Kemi thënë jemi zyrtarisht në sezon, por jemi në high season, siç njihet periudha e muajit korrigusht, por nuk mbetet pas edhe kjo post, po themi, high season-i, kështu që është e vërtet, kërkesat çdo ditë më tepër vazhdojnë të kenë rritje, rezervimet po ashtu. Jo më kot, sepse ka arsye, përveç siç e përmende Antalya, e cila vazhdon të jetë kryefjala e zgjedhjes për pushimet verore nga klientela jon, po absolutisht janë faktorë të cilët kombinohen të gjithë së bashku që Antalya vazhdon të jetë zgjedhja e parë e pushuesve shqiptar për pushimet e verës. Ne bashkë kemi folur, por gjithashtu edhe jam e bindur të gjithë ne me miq tan lidhur me situatat gjeopolitike që impaktuan industrinë e turizmit. Duhet thënë që Antalya po ashtu është një nga destinacionet që ndoshta individët patën pikpyetje të tyre lidhur me pushimet, por me sa duket situata është kthyer në normalitet dhe ka ende pushues që e zgjedhin përpost çfarëdo lloj rrethanori që përket. Normalisht nuk mund të lihej pa përmendur, siç dhe ne bashk në takimet e tjera e kemi diskutuar, por edhe në këtë pikë në të cilën jemi, patjetër që pati goxha ndikim situata gjeopolitike edhe në Antalya, patjetër që nuk ndaluan, po themi, kërkesat dhe rezervime, po patjetër që pati një stepje të përgjithshme kolektive për sa i përket zgjedhjes së Antalyas si destinacion për këtë sezon veror. Normalisht situata, falë zotit, erdhi duke u normalizuar, kështu që për këtë arsye edhe tani që ne flasim, rezervimet dhe kërkesat vazhdojnë të jenë në një pikë goxha të lartë. A ka pasur ndikim në rritjen e çmimit të paketave kjo situata, por le të themi pati ndikim vetëm sa i takon stopimit të rezervimeve në një periudhë caktuar? Pati një ndikim, po themi, minimalist dhe gjëja kryesore që ne si VAS garantojmë është pikërisht kjo, sigurimi i çmimeve me operatorin ton partner në Antalya, që na lejon të jemi, po themi, stabil në treg. Patjetër nëse pati ndryshime dhe nëse ka ndryshime, ne jemi aty për të ofruar suportin maksimal dhe prandaj e ritheksoj dhe suporti nga ana e operatorit është një pikë goxha kyçe për të gjithë këtë ofertën dhe mbarvajtjen e dhënies së çmimeve sa më afër buxhetit të klientëve. Isu, disa data charterash janë nisur tani më duke çuar pushues, e jam e bindur shumë prej tyre që janë kthyer, kanë lënë përshtypje sa i takon eksperiencës së tyre në Antalya dhe pushimeve në këtë sezon. Cilat kanë qenë disa nga përshtypjet që ti ke marrë më së shumti nga klientët? Siç e kemi përmendur dhe në takimet e tjera, kësaj vere, këtij sezoni, shportës së hoteleve të Vastur normalisht janë shtuar disa prurje të reja. Një nga këto prurje ka qenë rrjeti i hoteleve Jacaranda, siç është Tui Magic Life Jacaranda dhe Jacaranda Luxury, gjithashtu Fashion TV Lux Resort dhe shumë opsione të tjera të cilat kanë qenë pjesë e shportës së hoteleve të Vas. Por për prurjet e reja, deri më tani kemi marrë top komentet dhe feedbackun më pozitiv të mundshëm. Çka na bën të jemi pozitiv dhe të shtrëngojmë, po themi, partneritetin dhe ta forcojmë partneritetin me këto prurje që ishin të reja, po themi, për klientelën tonë. Referuar edhe nga të gjithë pushuesit që kanë shumë më herët, por ndoshta edhe për të marrë një
optikë të përgjithshme në lidhje me mënyrën se si tani më klientët ose pushuesit i duan ditët e tyre të relaksit, Antalya është gjithmonë java e sigurisë, them unë, ku ti e lë portofolin në shtëpi dhe shijon praktikisht gjithçka pa vëmendjen, pa lëvizur, pa menduar për makinën, për temperaturat e nxehta dhe gjithçka tjetër. Por sikurse dhe ti e përmendesh, porta hera herës në Vas ndryshon, pasurohet me hotelet e reja, kështu që jam i bindur që edhe sot ke përzgjedhur për ofertën e ditës disa nga produktet më të reja. Patjetër që po. Njëri ndër këto produkte është dhe Bellis Deluxe Hotel, gjendur në një nga zonat, po themi, më elitare të Antalya, siç është Beleku. Është një ndër hotelet më të reja që ne ja kemi shtuar shportës së Vastur. Bellis Deluxe me një sipërfaqe prej 135.000 m2 i ofron të gjithë pushuesve një eksperiencë të paharrueshme. Pse? Përveç konceptit resort all inclusive, kombinimi i akomodimit, i komfortit që ofrojnë, po themi, në përgjithësi resortet në Antalya, Bellis Deluxe ka menduar pak më tepër, po themi. Është i vendosur në një zonë e cila është e gjitha me pisha dhe gjë më karakteristike dhe më e veçantë është dhe kopshti zoologjik, të cilët ata e kanë pjesë të tyre. Është një element që nuk gjendet në resortet në Antalya, pra përveç Bellis Deluxe nuk kemi një resort tjetër i cili ka integruar dhe një kopsht zoologjik për të kënaqur, po themi, jo vetëm pushuesit e vegjël, por edhe të rriturit. Është një pjesë argëtimi që padyshim i bën klientët që Bellis Deluxe të jetë një nga zgjedhjet e tyre. Gjithashtu dhomat të vendosura midis pishave, dhomat, po themi, Jasmine Lake, edhe përshkrimi i tyre, ne vizituam së bashku Bellisin dhe pam që një nga këto dhomat ishte absolutisht një opsion për të mos e menduar dy herë për ta zgjedhur Bellis Deluxe. Disponon patjetër plazhin e vet privat, zona e Belekut është zonë të cilën plazhin e disponon me rër, dhe kombinimi i natyrës dhe komfortit dhe modernitetit bën që Bellis Deluxe në zonën e Belekut të jetë edhe një nga opsionet më të dëshiruara për klientët, marr parasysh këtu dhe raportin çmim-cilësi. Një ndër faktorët kyç dhe themelor për të përzgjedhur paketat për në Antalya. Sa kaq ne jo pak herë në fakt në ofertën e ditës kemi nxjerrë me paketa promocionale një nga resortet më të bukur, jo vetëm nga pikpamja estetike, por gjithashtu edhe nga e gjithë prekja e finesës, me pak luks, me shumë mikpritje, por gjithashtu edhe me shumë pastërti, se ky është impakti i parë që ti merr sapo futesh tek Fashion TV. Një nga resortet që nëse dikur mendoj që ishte vetëm për të rriturit, dhe dikur i referohemi më larg se sa vitet kaluar, se flasim për një resort të ri, por me një koncept tërësisht veçantë, sepse ata mendojnë që nga periudha e fëmijërisë ne rritemi duke pasur në mendje se çfarë duam të bëhemi në jetë. Cilat janë disa nga, le të themi, pikat kryesore që do dohet përmendje sa i takon Fashion TV. Fashion TV Lux edhe nga emri të intrigon, të nxit që vërtet i dedikohet vetëm fashion, pra ti pret diçka shumë glamuroze, jo se nuk e ka, por kur je në brendësi të Fashion TV Lux Resort dhe aq më tepër kur ti bën vizitën rreth e qark resortit, ti kupton që fashion jo domosdoshmërisht nënkupton vetëm një pikë, po themi, të fortë të këtij resorti, sepse ka të bashkërënduar dhe të bashklidhur patjetër pjesën e argëtimit për të gjithë familjen, pjesa e kulinarisë dhe i restoranteve, të cilat ishte një nga pikat goxha më të forta që duhet vlerësuar tek një resort i ri. Absolutisht dizajni i dhomave dhe pamja fantastike nga dhoma ishte gjëja, po themi, qërshia mbitor të Fashion TV Lux, dhe të zgjoheshe me cicërimat e zogjve. Nuk mendoj që domethënë një javë ti je e kompletuar dhe je totalisht e relaksuar në Fashion TV Lux. I gjendur po ashtu në një nga zonat më të kërkuara siç është Veldibia në Kemer, patjetër që i jep një plus shumë të madh dhe një avantazh shumë të madh për ta zgjedhur si opsion për të kaluar një javë pushime. Afër detit, pjesa e vijës bregdetare absolutisht e mrekullueshme. Kështu dhe çmimi
vazhdon të jetë një ndër më konkurruesit. Edhe kjo është pyetja që e përmbyll të gjithën, më e rëndësishmja edhe pse e fundit, do të kemi paketa promocionale në vijim, apo tani që jemi në pikun e sezonit, duhet thënë çmimet janë të panegociueshme edhe duhet përgatitemi për shumë çka. Ndër shumë të tjera, ne të dyja e dim, por edhe për audiencën, Vastur vazhdon të aplikoj, po themi, politikën e të qenurit sa më afër tregut. Çka do të thotë? Do të thotë që nëpërmjet kanaleve tona, nëpërmjet burimeve tona në të cilat ne jemi në komunikim të drejtë për drejtë, jo vetëm me agjensitë tona partnere, por edhe me klientët gjithashtu, Vas vjen çdo herë, edhe pse në kulm sezoni, me çmime promocionale dhe oferta super të leverdishme. Nuk dua të them më tepër, vetëm një kërkesë shumë dashamirëse, vazhdoni të na ndiqni, ne jemi si gjithmonë 24/7 dispozicion për të gjitha kërkesat, informacione dhe pyetjet që do keni, kështu që shumë faleminderit. Jo vetëm për paketat promocionale, por edhe për kohën tek oferta e ditës dhe jam e bindur që edhe për gjatë gjithë sezonit do të kemi paketa promocionale së bashku për resorte të ndryshme. Kështu që punë të mbarë në vijim dhe shihemi në episodin e radhës. Gjithashtu së bashku do të shihemi në episodin e radhës me të tjera oferta dhe resorte shumë të mira në Antalya për të vizituar. Të dhënat e paketave janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit sa i takon dy resorteve për cilat ne folëm sot. Bellis Deluxe, për gjithashtu edhe Fashion TV në Kemer, ndaj mua nuk mbetet gjë tjetër përveç se t'ju uroj pushime të mbara.